Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Ju fute burri të martuar në krevat që ditën e dytë, Xhibani shpërthen kundër Selinës. Deklarata e bërë së fundmi nga Selin brenda shtëpisë së famshme ku etiketoi mirëditorët dhe Dibranët si njerëz të pabesë, ka vazhduar të prodhojë reagime të ashpra në hapësirën publike. Pas modeles Adroladushi radhën për t'u përgjigjur këtij etiketimi e ka pasur reperi i njohur Xhibani, i cili ka shkuar dhe më tej duke hedhur akuza të drejtpërdrejta ndaj vetë produksionit të formatit. Në një reagim të gjerë në rrjetet sociale, Xhibani u shpreh i bindur se fjalët e banores nuk janë thjesht një mendim i saj i izoluar, por një skenariu shqyrë nga stafi drejtues si formë hakmarrje personale. Për të sqaruar qëndrimin e tij, ai tha: "Ka marrë shumë mesazhe për deklaratën e banores që ka ofenduar mirëditorët dhe Dibranët si të pabesë. Nuk jam marrë personalisht me të se e kuptoj shumë qartë që është dora e produksionit që i ka ngel hatri me ndonjë Dibran ose mirëditor dhe godet përmes Selinës." Për te akuzave ndaj produksionit, ai ka dalë në mbrojtje të fortë historisë dhe vlerave të këtyre dy trevave. Përmes një krahasimi therrës, Xhibani vazhdon duke u shprehur dhe duke vënë përballë moralin historik të grave të Dibrës dhe Mirditës me akuzat që rëndojnë mbi Selinën për sjelljen e saj me mirin. Selinës dhe gjithë Selinave të shqiptarisë ju kujtoj që të mos ishte Dibra dhe Mirdita, Shqipëria nuk do të ishte kjo që është sot. Gjergj Kastriot Skënderbeu thonë që ka qenë Dibran, kështu që nëse vjen puna për besë dhe tradita dhe për zakone dhe moral, gocat Dibrane dhe Mirditore janë hedhë prej hymnerës mos me rënë në dorë pushtuesit, jo me u fut në ditë të parë, në ditë të dytë, burrave të martuar në krevat.